Unë në fakt, pse mos e them që mediat në fakt kanë një fuqi shumë të madhe për ta ndryshuar mindsetin. Për ta shkatruar. Mindsetin Tani po e shkatrojnë. në mënyrë pozitive. Po e shkatrojnë. Jo, ta kanë fjalën që mund ta ndryshojnë. Mediat janë autorët e para. Pikërisht pra na duhet një ndryshim. Unë dua të them një eksperiencë personale, sepse unë kam dëgjuar mjaft, domethënë reality shows, TikTok, që shikon njerëz pa përmbajtje, njerëz që në fund fare ti lodhesh, ti ke ankth, ti ke trishtim, ti e bosh. Dori një këngë kohët e fundit, e Redon Makashit, ka marrë 600.000 klikime, dhe po të shikosh gjithë komentet, një sekond të gjitha komentet më të bukura që ekzistojnë. Sepse, një sekond, pse, po ja po ta them unë, nuk ishin as njerëz që shanin, as njerëz që bërtisnin, por ishin njerëz, jo, kishte shumë komente dhe kishte shumë njerëz që thonin faleminderit që na e keni bërë ditën e bukur. A nuk, këta janë VIP, këta janë ata që Noizi, sa klikime ka shkuar Noizi? Noizi. Për atje tani. 100 milion. Dhe krahason ti Noizin me Redonin? Absolutisht jo. Noizi ka drogën aty. Unë kam, duke qenë se edhe unë dhe Erioni merremi me të rinj, dhe kur themi të rinj, edhe unë dhe Erioni marrim që në moshën 18 sa futen në universitet derisa dalin nga universiteti. Tani në 3, 4, 5 vite, pra 3 bachelor dhe 2 master, mund të them vetëm këtë lloj gjëje që duhet të dalim nga konteksti i të thënurit vetëm gjërat që janë sepse me pozitivitet gjërat ndryshojnë. Po si duhet të gjërat ndryshojnë me pozitivitet. Gjërat ndryshojnë me këmbgulje. Me revolucion. Këmbgulja do revolucion, revolucioni si ndryshim. Tani, për sa kohë do themi se ky njerëz që mund ta bëjnë revolucionin, ka. Edhe të ditur, nuk ka, po disa njerëz janë ndodhur, disa janë në këtë Shqipërinë tonë të vogël. Jo, po brenda nesh flasim se na intereson fare. Bravo, dhe brenda nesh ka ndodhur revolucion. Po si do shkojmë në Europë? Jo, edhe brenda nesh ka ndodhur një revolucion. Vedia ka ndodhur për ne apo se shkruajnë të tjerë që ishte 90-ta. Po si duhet të jetë, një revolucion ka ndodhur. Çështja është, a mësojmë ne nga revolucionet? Absolutisht jo. Ore, ka vajtur nafta 2.20 litri. Le të vete 2.70. Një popull që së reagon për asnjë gjë. Jo, vazhdojnë hedhë. E pashun. Jo, ka ndodhur. Të gjitha makinat të rrugë, të gjitha, njëra mbi tjetrën. Makinat ishin kështu si mullar me bar. Do me thënë. Reagoj njerëzit për TikTok-un, u egzaltuan se ato dha përgjigje, po ti egzalton se ti e vetë një gomar, që i bën ato pyetje dhe s'merr vesh. Kaq. I kemi kryqëzuar gabimisht, janë shumë okay për mendimin. Jo, ato njëra është mis, tjetëri është strateg, një tjetër s'di që është. Në një kohë që në orën që është Big njëri është kumargji, njëri është DJ, njëri është... E me gjitha të mesazhet janë, të gjitha mesazhet që unë kam parë, ose reality show është shumë... U kam i plotësor shumë të bukur. Plotësor. Disa pyetje nga gazetari dhe mykun e dashur Lutfi Dervishi. Ai ka lëzë. Një. Dua përgjigje sinqerta. Çfarë ngjyre kishte Kalikuqi Skënderbeut? Çfarë ngjyre përgjigju? Përgjigju. Jo, përgjigju.